Ja se cila është përgjigja që i jep Hajduti Agron Sheaj. Isha unë që i dash databazën dhe me atë databazë kanë bërë kuvendin e famshëm të stadiumit. Njëri që mund të vjedhë një gjë që ka në dorë dhe që nevojitet, imagjino se sa mund të vjedhë nesër që mund të ketë pushtet. Dhe shikoni pak këto dy mesazhe që më kanë ardhur, që i kam heqë veçantë, ndërkohë janë me dhjetra që kanë ardhur të njerëzve që u vënë mesazhe dhe telefonata nga stafi i Agron Shehajt. Ky është një mesazh i shkruar, tekst që i fton qytetarin cili kthyer një përgjigje edhe pak banale që e kam shehur për të marrë pjesë në takim. Por dëgjojeni këtë tjetrën. Janë ngardita, si ke qenë ti? Po djo. Tani sa po merë një klamata, një thirrje, një numër Milano, se nga që unë për që një të bëjtë e tjere, jemi nga fushat elektorale e Shehajt, që është ai Agroni. Okej, dhe shpo një kuriozitet, shme ju, pëse merë një direkt, nuk s'kam asë numër publikum, nuk jam personazh publik që publikoj numërat, nuk jam në asë një rrjet social, ku e keni gjetë në cilën database? Në të vërtet e ka nuk flas me ty të shumë, por vetë faktin sepse ju keni se për ndryshim për jenë parë që silleni njësoj si nomenklaturë e vjetër. Ka marrë database nga Sal Berisha një kohë, kështu që nuk kam asnjë dyshimi, po vetë. Ja pra shikoni që nuk është Agroni ai që i ka çuar të dhënat, po janë të dhënat që ka marrë. Ndaj Agron, jo vetëm je një hajdut, po dhe je një gënjeshtar dhe mashtrues.